Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, informon se për herë të parë Shkupi u bë me qendër për qendrim ditor për personat me invaliditet nga 14 vjeç e lartë. Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, ai la të ditur se së bashku me ministrin për politikë sociale, demografi dhe rini, Gjoko Velkovski, në hapësirat e QKM-s e bën hapjen e qendrës për qendrim ditor për personat me invaliditet nga mosha 14 vjeç e tutje, nga ku vlerëson se ky do të jetë vendi në të cilin çdo kush do të ketë siguri, kujdes, mirëkuptim dhe ngrohtësi. Sot së bashku me ministrin për politikë sociale, demografi dhe rini Gjoko Velkovski, në hapësirat e QKM-s hapëm qendrën për qendrim ditor për personat me invaliditet nga mosha 14 vjeç e tutje. Ky është vendi në të cilin do të ketë siguri, kujdes, mirëkuptim dhe ngrohtësi. Vend në të cilin çdo njeri do të pranohet ashtu siç është, me aftësitë, dëshirat, nevojat dhe potencialet e tij. Obligimi ynë si shoqëri nuk është vetëm të flasim për barazinë, por ta krijojmë atë në jetën reale. Në këtë qendër, siç thekson ai, përfituesit do të marrin mbështetje psikologjike dhe profesionale, do të marrin pjesë në aktivitete edukative, krijuese dhe rekreative, do të zhvillojnë aftësi praktike dhe jetësore, do të krijojnë miqësi, do të komunikojnë dhe hap pas hapi do të ndërtojnë pavarësinë dhe vetbesimin e tyre. Por kjo qendër është e rëndësishme edhe për familjet e tyre, për prindërit dhe kujdestarët që mbajnë dashuri, kujdes dhe përgjegjësi të madhe çdo ditë. Ne duam të jemi një mbështetje e vërtetë. Le t'u bëjmë të ditur se të dashurit e tyre janë në duar të sigurta në një mjedis ku ata respektohen, mbrohen dhe inkurajohen të përparojnë. Askush nuk duhet të ndihet i harruar, i lënë me një anë ose më pak i vlefshëm. Gjorgjevski thekson se fokusi i qytetit të Shkupit nuk do të jetë tek kufizimet, por tek mundësitë, talenti dhe aftësitë e personit. Ai thot se kjo qendër do të jetë shumë më tepër se sa një vend për jetesë të përditshme. Do të jetë një vend për socializim, mësim, zhvillim, mbështetje, miqësi dhe fitore të reja. Një vend ku çdo person do të di se i përket dikujt, sepse siç thot ai, Shkupi është një shtëpi për të gjithë.